Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo të thotë departament amerikan i shtetit, çdo të thotë president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe çdo të thotë vendimarrje e tyre, që të merret ai vendim për një non gratë, duhet kalojnë të paktën 9 institucione nga më të rëndësishme të departamentit amerikan të shtetit. Dhe në fund fare i jep vullën pastaj sekretari i shtetit dhe që e konfirmon edhe kryetari i shtetit. Kështu që në këtë aspekt Sali Berisha jo është non grata, por SPAK-u po furnizohet vazhdimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me prova, me indicje, me fakte e të tjera, të cilat ato dosje të tjera të hapura po mbushen tashme kundër Sali Berishës. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës patën një tërheqje të vogël, madje ata u tërhoqën thuajse në të gjitha vendet e tjera të Ballkanit po dhe në Europë kudo që ishin me ardhjen në presidencë të Donald Trumpit, derisa i analizuan nga financoheshin, si financoheshin, çfarë efektiviteti kishte ndihma që ato po jepnin në disa struktura të tilla të organit akuzës të vendeve, gjithmonë në kuadrin e stabilitetit të botës, po mbi të gjitha dhe të sigurisë kombëtare të vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kurse për sa i përket Shqipërisë, ata menjëherë i tërhoqën në një kohë shumë të shkurtër specialistët, emisarët e vetë, ekipet e FBI-s që punonin pranë SPAK dhe i kanë rikthyer dhe ata tashme ndodhen në zyrat e SPAK dhe punojnë bashkë me SPAK. Amerikanët janë rikthyer në SPAK? Po, brenda në SPAK. Brenda në SPAK janë përsëri amerikanët avokat? Po, FBI-ja është brenda me ndihmesën e vetë profesionale, me ndihmesën e vetë në infrastrukturë, me ndihmesën e vetë nga çdo pikpamje në logjistik posaçërisht e tjera me radhë, por edhe në ndihmën konkrete që japin. Pra keni informacione që amerikanët u rikthyen përsëri në SPAK. Po i shikojmë se jemi vetë, unë jam vetë atje që marr pjesë në tim të çështjeve. Po tani ne jemi ty brenda atje. Po hym se na kemi çështjet atje, qoftë në rolin e kallëzuesit, qoftë në rolin e përfaqësuesit të viktimave të krimeve të Berishës dhe të tjerëve atje në SPAK, po qoftë edhe të pandeurve të ndryshëm që ne kemi dhe që unë kam në mbrojtje dhe që janë në grupe të ndryshme të strukturuara kriminale, edhe që mbyllen hetimet, pyeten ata e tjera me radhë dhe i shikojmë që në çdo zyrë të prokurorëve të SPAK ekzistojnë janë sot profesionistë nga më të mirët që ka FBI-ja dhe që ndihmojnë faktikisht SPAK-un për formësimin e atyre dosjeve që realisht e kanë dëmtuar rënd Shqipërinë, kanë dëmtuar rënd interesat kombëtare, jo vetëm të Shqipërisë, po janë bërë rrezik edhe për Ballkanin, madje janë bërë rrezik edhe për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtu kam parasysh posaçërisht marrëdhëniet e Berishës kur ishte në qeveri, por edhe në vazhdimsi me klanet më të egra serbofile se misionari tyre është, por edhe me Al-Qaedën, edhe me Hamasin e të tjerë, të cilët ai jo vetëm i ka furnizuar me armë, po dhe i ka strehuar në Shqipëri, i ka mbajtur në Shqipëri dhe prej Shqipërisë ata kanë bërë dhe krime shumë të rënda në vende të tjera, duke futur këtu edhe Izraelin. Kështu që në këtë aspekt pra FBI-ja është brenda strukturave të SPAK dhe SPAK punon në ndihmën, në mbikëqyrjen edhe në një përkujdesje maksimale të tyre. Kështu që jo vetëm nuk i është hequr non grata, po ajo është përforcuar edhe më shumë. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende e kanë thënë dhe e thonë, dhe thënia e tyre nuk ishte thjesht me fjalë, por ata faktikisht ajo u konkretizua me vepra. Se kur ata thanë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë me punë me Partinë Demokratike sa të kenë krye Sali Berishën dhe me qenin e Sali Berishës në krye të asaj partie, edhe sikur të vinë pushtet ata, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do kenë asnjë lloj marrëdhënie, ajo u duk fare qartë edhe në zgjedhjet që janë bërë,
ne po e shikojmë, domethënë edhe pas 11 majit, që nuk vete kush te Sali Berisha, nuk ka ai kontakte ndërkombëtare absolutisht me askënd, përpiqet edhe nuk le para pa hedhur në ato të vjedhurat me korrupsion dhe që ka grabitur Shqipërisë dhe shqiptarëve për të blerë edhe takime të ndryshme me individ të ndryshëm, deputetësh e tjera në Europë, po të tëra këto janë një vrim në ujë, thot populli, sepse në fundit ndjeshmëria edhe popullore është aq e madhe këtu në Shqipëri, sa ata shikojnë qa marrëdhënie ka ai ndërkombëtare, kush i vjen atia me, kush është ai që e përfill me alternativën e tij dhe atë personalisht, dhe mbi këtë bazë pastaja ata edhe t'japin atë që meriton, siç ja dhanë 11 maj, me 300.000 vota më pak se sa mori në vitin 2021. Një vdekje totale, me një vdekje tillë sa tashmë nuk është në gjendje nxjerrje as një kandidat për kryetar bashkie. Nuk e nxjerr dot më. Pse? Sepse është një parti që ai e vdiq, një parti që e mori osh, një parti që e bëri familjare, një parti që e bëri thjesht dhe vetëm për të mbrojtur interesat personale të tij dhe të familjes tij nga krimet e shumta që ka bërë, pra ta bënde mburoj partinë, ta bënde avokate të vetes tij, por që në fundit e shkatërroi e çoi deri në atë grad sa ajo tashmë pa hezitimin mund të vogël mund të konsiderohet një alternativë e vdekur për Shqipërinë dhe shqiptarët dhe që nuk mund të ngjallet dot më. Avokat, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, ju thatë që në SPAK janë rikthyer amerikanët. Në anën tjetër, kreu i BK-s nuk është vendosur akoma, dhe në anën tjetër pritet që kush do ta zvendçojë Altin Dumanin. Janë 4 emra deri në këto momente. Çfarë mund na thuash pak më shumë për këtë proces, si do të jetë mbi premisa dhe pse BK-ja akoma nuk është zgjedhur kush do të jetë kreu i BK-s, duke qenë se është një institucion shumë i rëndësishëm për goditjen e niveleve shumë të larta, qoftë politikës, qoftë krimit të organizuar. Çfarë po ndodh brenda SPAK-ut në këto momente?